Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin e datës 6, data 6 prill 2026, duket se kemi të bëjmë me një ditë të rëndësisë së veçantë. E rëndësisë së veçantë do të thotë ndryshime, do të thotë mundësi, sepse hëna në shqiptar do të thotë me fuqin e ndryshimit, dhe kjo thot për sa i përket ndikimeve të mëdha, sepse ka të bëjë shumë në lidhje me lirin, ka të bëjë shumë me distancën, ka të bëjë shumë me ekonominë, ka të bëjë shumë me çështje të mëdha që vijnë. Megjithatë, ndikimi i diellit dhe Jupiterit në një kënd që ka të bëjë shumë me ndryshime të mëdha që vijnë dhe optimizmin në anën tjetër, por mund të thuash do t'i menaxhosh të gjitha, por nuk është e sigurt që në disa gjëra duhen parë në plan të parë, me pak vëmendje dhe kujdes. Ditët e përshtatshme për kjo ditë është për plane udhëtime perspektiv, por ajo që do të keni pak kujdes, mos u entuziazmoni pa qenë diçka e shikoni, sepse ndryshe e thonë, ndryshe veprojnë. Pra të mbani një mbrapa trurit tuaj, të keni diçka që vërtet ata e thanë me bindje të plot, por do të prisni pak juve të siguroheni për gjërat që doni të përfitoni. Tani, para se të filloj me parashkrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim për parashkrim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz si shikon atje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve dëshironi dhe doni. Duke klikuar dhe më pas, pasi keni klikuar, atëherë mund të dërgoni një email tek sekretaria, të ka dritare e vogël që shikoni aty, dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti çdo të mërkurë në orën 20:00 me pyetje përgjigje, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për juve të shenjës së Dashit duket se ka të bëjë shumë me anën e punës dhe të karrierës. Një ndryshim i vogël sot mund të jetë një hap shumë i madh për një të ardhmë të afërt, sepse kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në ato çka duam të bëjmë dhe nga ato çka neve jemi të prirur të arrijmë. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresht të dhjetëdhjetit parë, me ujor të dhjetëdhjetit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e Demit. Për ju shenjës së Demit, meqense ka të bëjnë tani në këtë periudhë, është një periudhë mjaft e mirë në fakt dhe tepër pozitive, sepse ka të bëjnë edhe me çështjet e punës, ka të bëjnë edhe me gjëra të mëdha që lidhen tek juve, por tani për tani jeni pak të ndrydhur, me kuptimin e fjalës, ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, për arsye apo tjetrën, por ka diçka shumë të madhe mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e bëshme. Dhe megjithse janë të bëshme, disa gjëra janë mjaft pozitive dhe konkurruese në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime mjaft të rëndësishme, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në atë që unë vë vetes dhe mundësisë që unë kam për të ecur përpara. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë janë me virgjëresht të dhjetëdhjetit parë, janë me ujor të dhjetëdhjetit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, nëse keni pasur probleme ose debate me persona të ndryshëm, është koha dhe momenti, është periudha dhe ndryshimi më i madh që vjen drejt jush në lidhje me takime pune, në lidhje me disa vendime që mund të merrni nga ana tjetër, dhe është koha, është momenti, është ajo çka është ndikuese, sepse çdo gjë që shkruhet, çdo gjë që realizohet, çdo gjë që kontrollohet, është në anën tuaj, në pozicionin më të mirë të mundshëm, të lidhjeve dhe të ndryshimeve të mëdha që kanë të bëjnë me stabilizimin dhe me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur për gjërat që doni të bëni dhe për takimet që do të keni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të dhjetëdhjetit parë, me akrep të dhjetëdhjetit tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e Gafores. Përse përket gaforeve, meqense gaforeve të duket se tani në këtë periudhë është një mundësi dhe një kohë e përshtatshme, është një kohë që ndikon në lidhje me anën e pozicionimit të planetëve dhe të gjërave të tjera që do të keni, pikërisht kjo periudhë është e juaja. Është momenti dhe gjërat që do të ndikojnë, do të diktojnë në fusha të ndryshme të jetës suaj,
edhe pse keni pasur gjëra që do të diktojnë fushën e karrierës, por është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal, sepse gaforët synojnë lart dhe ja arrin qëllimit, por se në dashuri me bricapët e ditës së dytë ka diçka shumë të rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë luanët. Luanët në përgjithësi nisin shumë gjëra në kohë, por mërziten për sa gjëra tjera sepse ndryshe kanë menduar dhe ndryshe i gjykojnë me të drejtën e tyre dhe kanë një mundësi të artani, sado të tjerët flasin, sado të tjerët kanë opinionin e tyre. Për juve është ajo që do thotë mundësia, do thotë koha dhe periudha e ndryshimeve të mëdha, sepse për sa përket ndryshimeve dhe punës suaj është momenti, është periudha dhe koha më e mirë e mundshme mbi zgjidhje në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë tani tutje, është një moment shumë pozitiv. Në anën tjetër, kemi baza dhe fakte, mundësi dhe realitet në çështjet e dashurisë dhe të punës. Do shikoni dhe vetë, sepse ka diçka shumë të madhe për të realizuar, për stabilizuar gjërat që keni, dhe është momenti juaj shumë pozitiv dhe tepër korrekt nga ana juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të ditës së parë dhe ujor të ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Me virgjëreshat duket se mund të kenë pasur pak grindje këtë periudhë, por kanë grindje dashuria, ata mund gjithmonë kanë një mundësi ose i diçka që mund nuk lidhet fare me atë çka kanë pasur më përpara në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshimet e tjera të mëdha që do të kenë, por është një moment shumë ndikues, rrezatues në fushën e karrierës, në fushën e besimit dhe të bisedave që mund bëni në anën ekonomike financiare. Në çështjet që lidhen me punën aktuale, lidhen me ndryshimin e madh, lidhen edhe me çështjet e arta që juve keni, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Megjithse, juve keni të gjitha mundësitë për të arritur qëllimit dhe për të arritur në finish për gjërat të mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Peshore dashura, duket se kjo periudhë është periudha që juve do të ndryshoni dhe do të keni mundësinë për zgjidhur problemin tuaj, por peshoret kanë disa gjëra që tani për tani e zgjidhin në një farë mënyre në anën më të mirë të mundshme, por kanë pasur disa problematika të vogla ku do të shikojnë gjëra se si vijnë, do kenë mundësinë e ekonomisë dhe të stabilizimit. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të ditës së parë, ujor të ditës së tretë, duket se është fantastike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akripi. Akripi do dashur të ditës së parë, se i dyti dhe i treti nuk kanë diçka për të shqetësuar. Është një moment tani, është një moment që mund të zgjidhet me vështirësi në lidhje me një takim pune që do të keni, sepse kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe mundësitë që vijnë tani në këtë periudhë, duket se gjërat janë në anën tuaj dhe nuk ka vend për të shqetësuar, sepse zakonisht dita e hënë është një ditë shumë e rëndësishme dhe një ditë ku gjërat do jenë në favorin tuaj, por kërkohet pak durim në lidhje me ekonominë, në lidhje me disa ndryshime që do të keni në punën tuaj. Jo lëvizje nga puna, por ndryshime nga vendi i punës, ndryshime të vogla që kanë në favorin tuaj, nuk ka diçka problematike që mund themi neve, çfarë mund ndodhi, asgjë nuk ndodh. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmt të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Shigjetarët e dashur, nëse keni pasur probleme ose gjëra që nuk kanë qenë atë ku duhet, për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, lidhje shumë me karrierën, vjen një moment për të zgjidhur çdo gjë që është e pazgjidhshme. Çdo problem që keni ose çdo gjëra që keni, të dini, çdo problem e ka zgjidhjen brenda. Nuk është pse të shqetësoheni, pse të lodheni kaq shumë. Çdo gjë që nisni e bëtisni dhe keni të drejtën tuaj, por disa nuk i ecin pas ose nuk i vënë re momenteve të vogla, gjëra të vogla sepse ata bëjnë diferencën. Por ngadonjëherë është dhe koha, është stabilizimi, është vazhdimësia dhe përparësia. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por ka vend për të gëzuar në anën tjetër. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmt të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë, janë gjërat mjaft pozitive dhe surprizuese në disa gjëra të tjera që juve i keni dhe do t'i arrini qëllimin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Me britsjapët jo se ka pasur një farë ndikimi ose një gjë që nuk ka qenë problem ose keni pasur disa gjëra që nuk janë zgjidhur. Mos zgjidhen që çka me ta
edhe pse me vështirësi, edhe pse kemi pasur çështje të lëna pezull, por disa gjëra janë mjaft fantastike në punën tuaj dhe në karrierë. Në çështje që lidhen me dashurinë, lidhen me vendimet, lidhen me ndryshimet e mëdha që vijnë, është mundësia dhe momenti i duhur mbi takimet, bisedimet dhe gjërat e rëndësishme që vijnë tek juve. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me dëm të ditëshit parë, me ujor të ditëshit të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme. Puna, ka diçka shumë të rëndësishme, vendimarrja, dhe juve këtë e keni, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, edhe pse do lodheni pak më tepër në lidhje me takimet, por do t'ja vlej në një kohë të ardhshme, sepse jeni ju, pra janë të tjerët në anën e drejtimit dhe në anën e duhur të jetës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të ditëshit parë, me luante të ditëshit tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë ujori. Me ujorët në fakt shumë gjëra diktojnë ose ndikojnë në fushën e jetës suaj, por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse tani për tani, nëse e marrim të mirëqen një çështje pasuri e paluajtshme, nuk është zgjidhur akoma për arsye për diçka. Për çështje të tilla nuk diskutohet që mund të trokisni edhe për të gjetur një zgjidhje. Kjo është e zgjidhshme, është momenti dhe mundësia, është koha dhe vendimarrja, sepse periudha që ndodhin fenomenet, koha që nxit ose ndryshon në fushën e karrierës, janë gjithçka në dorën tuaj. Sepse keni pasur shumë kohë, keni pasur shumë ndryshime, shumë vendime që mund të merrni, dhe këto janë vendime historike. Janë vendime në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, sepse është një moment fantastik në punë dhe në lidhje me ato që ndodh dhe ndriçon në fushën tuaj të jetës. Nga ndonjëherë juve keni bërë shumë, por s'keni marrë asgjë. Po vjen një moment tani në ndryshime, në mundësira dhe në jetën tuaj që jepet ajo çka kërkoni dhe doni. Prandaj në këto gjëra janë gjëra më pozitive dhe mundësi të arta në anën tuaj. Çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjakët e ditëshit parë, peshorët e ditëshit të tretë, është Italia. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë peshqit. Peshqit dashur, nëse keni pasur probleme në lidhje me punën tuaj, lajme të ndryshme, vendime që keni marrë nuk keni gjetë zgjidhje për arsye të punës ose disa gjërave. Njeriu është që nisi punë e bëtis, nuk paguhet, merr një vendim që duhet të ndryshoj punën ose të bëj diçka. Mirë po, në këtë rast duhet parë me kujdes ndryshimi, se nganjëherë nuk është e koha për të bërë ndryshimin. Prandaj duhet parë me kujdes këto gjëra. Kurse në çështje tjera që lidhen me anën e vazhdimësisë, korrektësisë suaj, periudha që ndodhin fenomenet, po, është momenti dhe mundësia në këtë ndikim, sepse e keni mundësi për të zgjidhur çështjet e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me gafore dhe me shqiptar duken të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 6 prill 2026, ditë e hënë. Para se të ndajmë bashkë, unë nuk kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikime të detajuara, atëherë keni të faqen roz, e klikoni, më pas, duke zgjedhur paketën tuaj numër për katës të blerjes, shkojnë te sekretaria dhe atje mund të dërgoni email dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo në Skype për gjithçka juve ju intereson. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, e doni të dërgoni një mesazh për të marrë përgjigjen drejt për drejti. Çdo të mërkurë në orën 20 është ky butoni këtu. Klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për drejti përgjigje. Në një rregull, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.